Përshëndetje të nderuar miq, përshëndetje të dashur ndjekës, ja ku po ritakohemi sërish së bashku me mua Tirona Lili në kanalin Monitor TV për të komentuar një deklaratë të aktorit Gert Fera, i cili e ka bërë ditën e dieshme në Top Albania Radio. Është folur për rikthimin e Egli Tako, qëndrimin e saj në shtëpi, marrëdhënia e saj me Gjestin dhe situata e ndërtuar në shtëpinë e Big Brotherit mes Eglit edhe Rozanës. Gerti ka dhënë qëndrimet e tij, njëkohësisht ka thënë në momentin kur fliteshte që Egli ka hyrë që të ndërtoj imazhin e saj, të pastroj imazhin e saj, sepse po komentohej si një vajzë e çmendur, si një vajzë e degeneruar, si një vajzë e hutuar pas një djalit. Gert Fera ka përmendur një çun të cilin e quajnë Mario. Bëhet fjalë për një djalë i quajtur Mario Oldashi. Mario Oldashi është një instruktor palestre në Tiranë që instrukton femra. Por tani ku qëndron problemi? Unë kam bërë një lloj kontrolli realisht edhe drejt Instagramit të Marios. Te Instagrami Marios nuk ekziston asnjë foto me Eglin, por Mario poston story, për shembull sot kishte postuar një story me një gocën tjetër që ndoshta do t'ju tregon edhe publikut që kjo është puna ime dhe normalisht që unë do të postoj foto të punës time që po bëj me gocat që ushtrohen tek unë. Tani, e njëjta temë është folur në korrik të vitit 2023. Konkretisht, portali apo gazeta Lifestyle e ka nxjerrur në vitin më 17 korrik të vitit 2023 një lajm i cili po flet për Eglin dhe për Marion. Domethënë dhe në atë kohë, pas një fotografie që është postuar, kanë dalur aludime dhe amendësime që Egli Tako dhe Mario Oldashi mund të kenë patur lidhje intime mes njëri tjetrit. Dëgjoni tani lajmin sepse këtu në këtë lajm është edhe reagimi që Egli ka bërë në Instagram në vitin 2023. Mbrëmjen e dieshme në rrjet ka dalë një foto Egli Tako me një djalë në pishina. Sipas të gjitha portaleve, ai është instruktori palestrës Mario. Ndonse Egli ka reaguar menjëherë duke shpjeguar se e ka thjesht një shok dhe u kundërvjet mediave. Ama ajo çka shihet në fotot e siguruara nuk duket thjesht moment miqësor. Tani në atë kohë Egli Tako ka thënë kështu: po si dreqin jeni kaq të pangopur, kaq të pacip edhe kaq të këqin. Sa e ndaluar që nga të kesh shok, sa e ndaluar që nga të kesh në rreth shoqëror një shok të ngushtë. Në atë video mund të ishte kunati im, mund të ishte shoku im i ngushtë që nga 9 vjeçaria, mund të ishte djali tezës sime, apo çdo mashkull tjetër që më do qefi të mbaj në rrethin tim shoqëror dhe të ndihem mirë që i kam pranë. Ju ku i keni faktit që vendosni tituj kaq të ulët, sepse nuk e keni bërë vetëm me mua, por edhe me figura të tjera. Apo mjafton të mbushni faqet me lajme, po se çfarë shkruani, se ku janë faktet, se kush i mban ofendimet, për këtë nuk ju intereson as pak. Uroj që çdo mashkull që keni në jetë, që tek babai juaj, që t'ju a bëj në përbur, që ta kuptoni sa rëndon, na lini të lirë të kemi shoqëri, o shoqëri e qelburt dhe e prapambetur. Në fakt, kjo ka qenë atëherë reagimi i ashpër i Egli Tako që ka patur kundër drejt Marios. Në rrëfimin të Gertit, më falni, flitet për një afrimitet që Egli ka patur shumë me Marion. Do me thënë, fotografit në atë kohën që kanë dalur janë, sepse tani po i shoh dhe nuk e di nëse mundem do t'i tregoj, do me thënë tek ju. I keni tek Icon Style, në atë kohë ky portali ka pas postuar, janë ku Egli dhe Mario kanë shkuar në një pishinë së bashku dhe nuk është se po bëjnë ndonjë gjë, thjesht po bëjnë muhabet të dy nëpër krevate të ndara dhe po rinë së bashku. Dhe kjo nuk do të thotë që Egli e ka të dashur Mario ose ka patur një raport. Pa marrë parasysh, ne nuk kemi një
informacion të zëshëm për këtë ngjarje. Mario nuk ka reaguar në Instagramin e tij as pak sepse ndoshta i duket çuditërisht një gjë shumë palidhje sepse është një temë që po rikthehet përsëri në vitin 2025, do me thënë një histori që e ndjek Eglin me vite dhe po komentohet, por gjithsesi nuk kemi asnjë reagim në Instagramin e Eglit për këtë deklaratë që Gert Fera ka thënë. Unë mendoj që pa marrë parasysh se çfarë mund të ndodhën jashtë, ky djali mund ta ketë shoqëruar ashtu siç tha edhe Gerti në natën e parë kur Egli Tako ka ardhur në Big Brother. Nuk ka gjë të keqe të shoqëroj një shok, nuk ka gjë të keqe të shoqëroj një mik. Unë jam shumë i bindur duke njohur karakterin e Eglit. Egli ka qenë në një lidhje edhe më herët me Olsin, por nuk kemi dëgjuar të paktën në showbiz që Egli të tradhtoi Olsin apo të ndërtoi një dashuri një dashuri tjetër gjatë kohës kur ka qenë me Olsin. Por mbi të gjitha, mua më duket që është një informacion diçka si i nxituar dhe një temë e risjellur. Unë mendoj që Egli është e dashuruar në Gjestin, edhe vazhdon ta ndjen Gjestin, pa marrë parasysh a mund të jetë një moment, le të themi, më falni, një dashuri momentale apo thjesht një fiksim, rëndësi ka që ajo është një ndjenjë edhe një dashuri. Dhe mendoj që mes Marios edhe Eglit nuk duket asnjë gjë tjetër përpos se një raport shoqëror.